Bullizmi është një fenomen global, një sjellje e padëshiruar, agresive që përfshin një çekuilibër të fuqisë. Ky fenomen, i cili prek një pjesë të konsiderueshme të fëmijëve dhe adoleshentëve, ndikon negativisht në mirërritjen dhe formimin e tyre. Bullizmi, sipas psikologes Zana Miftari Reka, paraqet një dhunë të vazhdueshme që fatkeqësisht është në rritje dhe kohëve të fundit zgjerohet edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Sipas Rekës, një ndër faktorët kryesor që shtyn fëmijët të bullizojnë të tjerët është vëmendja e munguar nga familjarët, që sipas saj i shtyn fëmijët të kërkojnë në rrethin shoqëror vëmendje apo dominim. Është dhunë ku një fëmijë i cili është më dominant në aspektin psikologjik, në aspektin fizik apo në cilën do aspekt tjetër, kryen dhunë ndaj një fëmijë i cili është më i tërhekur, më i dobët edhe kështu me radhë. Edhe ajo dhunë është e vazhdueshme, nuk është diçka që ndodhen vetëm një herë ose dy herë, po është në kontinuitet. Kohën e fundit po, nëpër institucionet edukative arsimore, për fat keq dhuna është shumë më prezente se më herët. Veçanërisht nëse flasim edhe për atë cyberbullying, si i thuhen përndryshe, ose dhuna nëpërmjet rrjeteve sociale, që është në dukuri si them një hof meritje. Pse paraqitet dhuna? Ndonjëherë mund të themi se një prej faktorëve mund të jetë edhe ajo që fëmijët kërkojnë vëmendje shumë. Nëse atë vëmendje nuk e marrin në rrethin familjar, që për fat keq shkaku i dinamikës së jetës, prindërit janë të zanë me aspektin profesional të vetin, edhe ndonjëherë nuk kanë kohë për fëmijët e vet, ashtu që në atë mënyrë fëmia kërkon një lloj vëmendje. Vëmendjen do e marrim atë nëse nuk e marrim në aspektin familjar, në kontekstin familjar, atëherë do e marrim në rrethin tjetër, rrethi i jashtëm social, ato do të jetë domethënë shkolla, do të jenë mësimdhënësit, do të jenë fëmijët tjerë, edhe aty do shprehim edhe në një mënyrë do ta përplotson fëmia atë nevojën e vet. Komunikimi i shëndosh dhe bashkëpunimi ndërmjet prindërve është baza kryesore për tejkalimin e bullizmit, sepse siç deklaron Reka, edhe bullizuesi vetë është viktim apo spektator i bullizmit përderisa e manifeston atë. Komunikimi është shumë i rëndësishëm edhe është një ndër çelësat kryesor për ta zgjidhur këtë problem. Kur them për komunikimin, them pikë pari duhet t'ju mundsojnë fëmijëve që të kenë prindërit, pikë pari duhet t'ju mundsojnë fëmijëve që të kenë një komunikim të shëndosh, edhe të jetë pika e parë referimi ku fëmia do të rrëfehet për problematika që i ndodhin në shkollë. E dyta, unë them se prindëri, pasi që e merr atë informatë që fëmia mund të jetë viktim e dhunës në shkollë apo bullizmit, është e rëndësishme që çdo hap që ta ndërmerr ta komunikon me fëmijën. Edhe atë që do ta diskuton atë ndoshta me mësimdhënësin, me kujdestarin e klasës, ose do t'i kontakton prindët e fëmijës tjetër i cili është bullizuesi, është mirë që çdo hap që ta ndërmerr ta komunikon me fëmijën e vet. Edhe për të pas një zgjedhje këtu është e rëndësishme që të gjitha këto të rriturit, sepse bullizmi ndodhet mes të miturve. Duhet të rriturit të kenë një komunikim të shëndosh, të kenë një bashkëpunim që t'ju ndihmojnë që fëmijët në një mënyrë të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Sepse fundja edhe bullizuesi është viktim dikundi. Për ta mësuar dhunën si gjuhë komunikimi, ai duhet dikundi ose ta përjeton ose të jetë dëshmitar i saj. Sipas psikologes Zana Miftari Reka, është e rëndësishme që fëmijët dhe adoleshentët të raportojnë çdo ngacmim tek prindërit ose tek ndonjë të rritur të cilit i besojnë. Është e rëndësishme që fëmijët të kujtojnë se ngacmimi është i gabuar dhe duhet të kërkojnë ndihmë për veten apo për të tjerët tek mësuesit, psikologu apo drejtori i shkollës.